Fondacioni Mane në bashkëpunim me fundjava ndryshe ka vijuar nismën për të pajisur me karige me rota personat para dhe tetraplegjik në të gjithë Shqipërinë. Qëllimi është i qartë, të ndihmohen këta persona për të pasur një jetë më të lehtë, më të pavarur dhe me mundësi të barabarta për të integruar në shoqëri. Pas shpërndarjes së 270 karigeve në Tiranë, ndalesa e radhës ishte qyteti Vlorës, u udhuruan 170 karige për persona me aftësi të kufizuara nga i gjithë qarku. Ceremonia u zhvillua në Pallatin e Sportit Flamurtar, ku 10 përfitues dhe familjar të tyre ishin të pranishëm për të marrë këtë ndihmë jetike për lëvizjen e përditshme. Kjo nisëm është bërë mundur falëmbështetjes të themeluesit të Fondacionit Mane, zoti Samir Mane, për kushtimit të cilit ka qenë thelbësor në realizimin e këtij projekti. Të pranishëm në aktivitet ishin përfaqësues të pushtetit vendor, të shërbimit social shtetëror, si dhe organizatorët e nismës. Në fjalën e tij, drejtori ekzekutiv i fundjavës ndryshe, Arbër Ajdari, tregoi se pas Vlorës shpërndarja do të vijojë qytet me qytet, madje edhe derë më derë për të ndihmuar ata që nuk kanë mundësi të dalin nga banesa. Është një projekt kombëtar që Fondacioni Fundjavë Ndryshe ka nisur së bashku me Mane Foundation për të shkuar në çdo derë në të gjithë Shqipërinë dhe për të mos lënë askënd i cili ka nevojë për një karrocë. Ndërkohë, Erion Drecka, drejtori ekzekutiv i Fondacionit Mane, premtoi se nisma do të shtrihet në të gjithë Shqipërinë, duke siguruar që çdo person me aftësi të kufizuara të ketë mjetin e duhur për të qenë më i pavarur dhe më i përfshirë në jetën e përditshme. Kemi nisur në Tiranë dhe sot jemi në Vlorë, ku kemi dhuruar rreth 200 karrige për komunitetin e qarkut të Vlorës. Objektivi kryesor është natyrisht integrimi i tyre në shoqëri dhe një jetesë dinjitoze. Karige do t'ju dorëzohen në ditët në vijim edhe atyre që nuk mundën të jenë të pranishëm në aktivitet, ndërsa organizatorët theksojnë se kjo është vetëm një pjesë e angazhimit afatgjat për të ndihmuar këta persona. Fondacioni Mane, që prej themelimit të tij ka kontribuar në fusha të ndryshme si arsimi, rinia, kultura, mjedisi dhe ndihma për personat në nevojë. Në projekte të vazhdueshme dhe bashkëpunime me institucionet vendase dhe ndërkombëtare, fondacioni synon të krijojë një shoqëri më të barabartë ku çdo individ ka mundësi të jetojë me dinjitet.